Prandaj me një hadith pejgamberi jon alayhi salatu wassalam i urdhnon pra zemrat e zhgënjera që mos ja dëshirojnë pra vetës vdekjen asnjëherë. Kuptohet dihet dënimi në botën tjetër. Ka hadithe të sakta, mirë po nuk po du me i përmend ato hadithe edhe pse janë të vërteta dhe se do ta marr dënimin ai pra pa tjetër për botën tjetër. Por neve na intereson xhamat si ta menaxhojmë dhe si ta tejkalojmë këtë problem që paraqitet. Ibn Uthaymini thot kështu, një nga dietarët tani që është akoma gjallë, nëpërmjet këtyre fjalëve Muhamedi a.s. në këtë rast pra ka hapur një derë shprese. Dhe ai na njofton se një njeri i cili dëshiron pra vdekjen vetës së tij, ai shpreh pa kënaqësi ndaj caktimit të Allahut. Ka shpreh pa kënaqësi ndaj caktimit të Allahut dhe nuk është i pajtu me ata që Zoti ka shkruar për ta. Prandaj thot pejgamberi jon alayhis salam, çdo person që vdes pendohet. Kështu ka thënë, çdo person që vdes pendohet. E nëse ka qenë vepër mirë, do të pendohet se përse nuk ka bën edhe më mirë. E nëse ka qenë njeri mëkatar, do të pendohet se përse nuk ka shpendu. Pra, e përmend edhe një tjetër në këtë rast Ibn Uthaymini, ky dietar i madh saudit, ka thënë kështu: njeriu i cili dëshiron vetvetes pra vdekjen, dhe po du me përmend pa dashje hiç këtë fundit pra vetvrasjen, ai po e privon vetveten nga veprat e mira. Po e privon vetveten nga veprat e mira dhe të njëjtën kohë duke qenë gjallë, edhe pendohesh, edhe bën vepra të mira, dhe kjo shkon her pas here, vepër e mirë pendim, vepër e mirë pendim, dhe kështu besimtari e pret vdekjen pra faqebar. Mirë po xhamat, ka raste njeri i cili është i pajtu me caktimin e Allahut, është i pajtu me gjitha ato të mira, ai thot: unë jam i gatshëm me jetu, po i gatshëm jam me prit edhe vdekjen. Pse ki njeri mo tani ka pajtu gjithë shka që ka dhonë Zoti për ta, edhe në rast fatkeqësie, edhe në rast gëzimi, pra gjitha të dia anët, është i pajtum dhe thot: kur më ardh vdekja, unë e mirë pres ata. Kur të vije jeta që është mundësia për me jetu, edhe të jetuarit e pres me plot dëshirë. Në cilët të raste xhamat njeri e ka të ndalume me ja dëshiru vetës vdekjen. E para sëmundja në trup. Sipas këndvështrimit islam xhamat, sëmundja ka urtësitë e veta. Ne të në kohë pra ne kërkojmë ilaçin, që janë tamam që kemi sëmundje, shkencëtarët bojnë hulumtime për me gjetë ilaç. E dita, na kur kemi sëmundje, shifët durimi jonë dhe mbështetja që kemi në Allah. Kur jemi mirë, Allah zgatim. Kur vije sëmundja, pastaj shifët që ajo Allah zgate, sa ka qenë fort me iman, dhe dita sa për mbështetimin ata. Dhe e treta, kanë përmenë pra dietarët edhe ka hadithe, faljet e mëkateve. Faljet e mëkateve, që është pra ati ku qënë Allahu sëmundjet e njeri. E dita humbja një pjesë të pasurisë apo e të gjithës. Sigurisht që Allahu në Kur'anin e Kerim e ka përmend edhe humbjen e pasurisë një pjesë saj, edhe të tërën që mundet më ndodh. Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë që ne do t'ju sprovojmë pra me frikë e uri, pastaj ka thonë në dëmtim të pasurisë të njerëzve. Prandaj ka thonë përgëzoj durimtarët. Që këta jetë pra që e dim dhe kemi ndëgjuar Beshiri Sabrin, dhe ti ka thonë përgëzoj durimtarët. E atyre kur ju ndodh do një fatkeqësi thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Edhe sprova e varfërisë xhamat, edhe këtu vije që mundet me ndodh, sepse ndonjëherë njeriu ka rehatin e bollokun, e ndonjëherë vije edhe varfëria. Mirë po, në këtë rast, kur e përmendim se duhet me bë durim, tani nuk e ka për kuptim, për qëllim që na duhet me nejt në fukarallëk se jam duke bë durim.
jo durimit, i bashkangjitet edhe përpjekja, edhe puna, edhe angazhimi, edhe me dalë prej asaj krize ekonomike. Gjithmonë xhamat na duhet ta kujtojmë ajetin kuranor ku Allahu ka thonë pas vështërësisë vjen lehtësimi. Kujtoje pra, ser që keron ndonjë fatkeqësi, ajetin kuranor pas vështërësisë vjen pra lehtësimi, e kur vjen Zoti e din dhe urësia e tij se Allahu e din pra të msheftën se kur do të vija i lehtësim, mirë po mbështetja në Allahun ka për të bën për ta i kaluket. Pse Islami xhamat e kanë ndaluar që njerëzit të mos e dëshirojnë vdekjen? E para, qëndrueshmëria. Qëndrueshmëria e bën besimtarin shumë të fuqishëm dhe të fortë. Ndërtohesh pra falja e namazit e bën të fortë që ai mos ja dëshirojë vdekjen asnjëherë për vetes së tij. Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë, përjashtim bëjnë ata që falen e që janë të rregullt në faljen e tyre. Këto është xhamat ajo pika kryesore. Përjashtim bëjnë ata të cilët falen dhe janë të rregullt në faljen e tyre. Nuk e besoj se njeri i cili fal 5 vakte ja dëshiron vetvetes vdekjen dhe runa Zot edhe të fundit pra vetvrasjen. Kjo nuk ndodh kurrë asnjëherë. Allahu në Kur'anin e Kerim ka dëshmuar këta. Njeri i cili falet nuk ja dëshiron në vdekjen vetvetes në çfarë do fatkeqësie, sa do e vogël apo sa do e madhe të jetë, ai pra ka mbështetjen e fortë në Allahun. Arsyeja e ditë xhamat durimin. Çdo e mirë apo e keqe që e godet për njeriu është e caktuar dhe e shkruar se ka për të ndodhur. Edhe në fatkeqësi njeriu pra edhe fatkeqësisë nuk mund të ikë dhe ai duhet të nënshtrohet të realitetit me dëshirë apo pa dëshirë. Aja është e shkruar pra në libër, është për qëllim pra në Lauhul Mahfuz. Arsyeja e tretë xhamat është bindja ndaj caktimit të Allahut. Ke pasë njeriu i cili ja dëshiron vetes vdekjen, njeriu direkt apo në mënyrë indirekte nuk është i pajtuar me caktimin e Allahut. Nuk është i pajtuar nëse ti ja dëshiron vetes vdekjen, nuk i pajtuar me caktimin e Allahut dhe Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë s'ka fatkeqësi që godet pra tokën dhe ju e mos jetë shënuar në librin e tij në Lauhul Mahfuz. Ki fenomen xhamat për me ja dëshiru vetes vdekjen, bile edhe më drejt me përmend vetvrasjen, është fenomen i përhapur edhe në shoqërinë tonë. Përmenda në fillim kur filluam xhamat me dersin se më herët a kanë rrallë edhe ndonjëherë kemi ndëgjuar se te shkijet kish bën njëri vetvrasje. Edhe a kanë ajo bindja e pse e ban ai shkavi, e ban se shka ai nuk ka iman, për çfarë e ban shkavi vetvrasjen. Ke pa xhamat tani mo, edhe ka hi edhe në popullin ton për fat keq po ndodhin edhe vetvrasja. Këtë kjo ka pasoja të veta xhamat. Sigurisht këto pasoja nuk janë të momentit aty për aty. Edhe pastaj me arsjetu atë familje, atë prindin se këshire se ka një krizë mendore, kështu pas ka thonë ai, e kështu ka thonë një psikolog e s'di shka, edhe pak sa do kudo po mundohme me ja zbu zemrën deri diku atij që i ka ndodhur pra në familje. Jo xhamat, për me arë deri te që kjo, sigurisht ki njeri ka anashkalu shumë gjana dhe me një goditje që i ka ndodhur fatkeqësi në jetën e tij, runa Zot e mendon pra edhe vetvrasjen. Atëherë xhamat, kjo zakonisht është e përhapur te shtresa e varfër e shoqërisë. Të ardhat e vogla, pastaj mos edukimi i fëmijëve xhamat, në përgjithësi në familja, edhe mos arsimimi, kisha me lon pak më anësh këta mbi gjitha mos edukimi, ka bën që e shtres e varfër të bie në depresion dhe të vijë deri te fundi, deri te vetvrasja. E dita xhamat, dëshira e adoleshentëve për të vdekur. Ajo periudha ku fillon diku mbi 12 deri kisha me thonë 17-18 apo deri në moshën 20 vjeçare, kjo është ajo periudha e ndryshimeve fizike
dhe periudhe ndryshimeve emocionale. Ke pa ajo mendësia e djalit dhe vajzës tonë që i ban 18 vjet, që i ban 19, e pavarësisë së tij. Ai mendon se tani unë jam i pavarur, unë kam mundësi me vepru e me marrë vendime, unë që shkam qef. Edhe vija jo pakënaqësia, edhe mos konsolidimi, edhe mos konsultimi me prindit xhamat. Me keqarje, se ai mendon se tani unë i kam botë 18 vjet, edhe unë vendosi tani për fatin tim. Thot unë vendosi për fatin tim në martesë, për një vend pune, për shoqëri e kështu me radhë, pa analizu se ka nevojë edhe për konsultën e prindit e tij. Prandaj xhamat, kjo periudhë e adoleshencës gjithmonë duhet të jetë në lidhje të drejtë për drejta me prindin. Dhe nuk guxojmë ta anashkalojmë djalin dhe vajzën tonë absolut. Ani që ka jemi, ti ki vendos u bitis që tamam pethirin për qojnë një mësit qashto, edhe u bon kjo se kush me ta prish tije. Jo xhamat, para deri që këta ani, ma përpara dash do punë mi bon nasi prind me fëmijët e tonë. Ma më herët është dash mi bon. Qish nga veçlia me punu me fëmijët e tonë, edhe ai kur të rritet përsëri me pas në nevoj, me vetë bab, shka me ndonë ti? Shka me ndonë ti nanë për këtë rast, edhe na të qemi gjithmonë në lidhje me fëmijët e tonë. Dhe kur vije që ke periudha, kur kemi shkëpuqe me fëmijët e tonë, pastaj ai merr vendimet prera, ndoshta runa Zot mujnë më kanë ato fatale. Thotë, mase unë së ne mora ata shka deshta, pe a shpesho vetën runa Zot deri te vetvrasja. Edhe ku xhamat, shoqërinë tonë, ku në të populli jonë, të ata të cilët kanë iman, prandaj me pas kujdes, sidomos ne prindrit, që asnjëherë mos ta humbim lidhjen edhe ato raportet mira me fëmijët e tonë. Pastaj dëshira të sëmurëve të rënë që ata nuk janë kënaqur. Faktikisht ajo sëmundja e rënë që është prasit me kancerin, kjo sëmundje e pashërueshme e ban që ai t'ja kërkon vetës vdekje. Ka fetfa edhe ne nuk largohemi prej kësaj xhamat. Edhe nëse thojnë pra se tani thot mjekësia se filani është në vdekje klinike, është në aparate. Na po ja hekëm ato aparatet ai vdes, nuk kemi të drejtë mi thonë po vepro ashtu dhe heki aparatet let vdese, se nuk funksionon më kur gjo. E jo në xhamat është deri sa ta ketë frymën, për ne ma është i gjalvaj. Dhe na nuk guxojna më bon se pep me ashkurtu jetën ati, si rezultat se mos ta lodhim të sëmurin, për shkak sëmundjes që e ka, dhe mos bëhemi në barë të qerët për të sëmurin anëtarin e familjes tonë. Pra këto është e pakapshme dhe e papranume, me bon dua ai cili është i sëmur, o Zot merr ma jetën se s'po muj me duru. Jo xhamat, është e kundërta, ai duhet me bo durim duhet me bo edhe antarët e familjes rrethi dhe ta ndihmojnë ta te i kaloj ata. Nëse i vjen vdekja, Allahu me iman, Allahu e shpërbleft. Që kjo është pra, edhe mos të harrojmë se ka pas raste në historinë tonë fejes që e kemi pra, sidomos me Jubin a.s. Çfarë smundje ka pas ai, përsëri pra ai nuk ka pranu që të bëjë diçka të tillë me lut Zotin me marr jetën atij. Prandaj xhamat, na duhet të jemi gjithmonë të gatshëm me pranu realitetin ku jemi, sepse i kujtojmë gjithë atyre njerëzve se jeta dhe vdekja, sëmundja dhe shëndeti, mirëqenia dhe varfria janë pjesë e pandar e kësaj jete. Dhe ne, varësisht prej pozicionimit të tyre, na kena me marrë shpërblimin apo runa Zot edhe dënimin. Varësisht si pozicionohesh pra, nëse pozicionohesh me durimin, me mbështetjen në të fortë në Allahun dhe mbështetjen morale të njerëzve, Allahu ka me shpërbli. Nëse pozicionohesh me depresionin, me humbjen e shpresës, në pesimizëm, nuk ka më rrugë tjetër
atëherë ky njeri pra ka për ta marrë runa Zot mëkatin nga ana e Allahut të Madhnueshëm. Dhe për fund argumentet dhe dobit e këtij hadithi. E para xhamat, nuk lejohet që njeriu të dëshiroj vdekjen për shkak të një keqe që e ka godit ata. Nuk i lejohet asnjëherë. E dita, dëshira për të vdekur për shkak të një keqeje shpreh mosdurim edhe pakënaqësi ndaj caktimit të Allahut. E treta, durimi në rastet e fatkeqësive është obligim edhe detyrim. Edhe pse kur nuk i kemi ndëgjuar se durimi është farz nga farzët, por mos mendo se mos e harro asnjëherë xhamat se ai i cili ban durim e ka për obligim këta. Po nuk pa të durim, s'ka mundësi me punu, po nuk pa të durim, s'ka mundësi me u fal, po nuk pa të durim, s'ka mundësi me bën asnjë vepër të mirë. Prandaj gjithmonë bashkan gjetë durimin në jetën tënde. Pastaj për besimtarin jeta është më e mirë se vdekja. Majnë mend xhamat, për besimtarin jeta është më e mirë se vdekja, sepse gjatë jetës ai ka mundësi për të bën vepra të mira dhe ka mundësi ai të pendohet. Duaja o Zot më jep jetë të mirë nëse jetoj që e përmenda në fillim, tregon se njeriu i dorëzohet caktimit të Allahut. E kjo lutje thuhet në rast kur njeriu ndodhet para dy alternativave, të jetoj apo të vdes. Mirë po, përsëri kanë dietarët mendimin shumë të qartë dhe shumë të saktë xhamat. Nuk na lejohet neve me bën këtë dua. O Zot më jep jetë nëse është jeta e mirë për mua. E më merr mua vdekjen nëse jeta nuk është e mirë për mua. Nuk lejohet, por gjithmonë mendoje, o Zot imër gjatë e me vepra të mira e me pendim tek Allahu i Madhnueshëm. Pastaj nuk duhet besimtari të kërkoj vdekjen në serë që i bie atij ndonjë fatkeqësi e padëshirueshme, smundje, varfëri, vdekjen ndonjë antarit farefisi e kështu me radhë. Dhe e fundit xhamat, Allahu i lartësuar e din të armën tonë. Mojnë men xhamat, Allahu i Madhnueshëm e din të armën tonë dhe për fund dhe mbi gjitha xhamat, kujtoje dhe mirë Zoti që na ka dhënë neve këtë jetë, të mundohemi ta jetojmë për atë çdo moment në razinë e tij, me kënaqësinë e tij, dhe asnjëherë mos ja dëshiro pra vetës tënde vdekjen. Absolut kur mos ja dëshiro jetë vetës me vdek, sepse një send është shumë e sigurt. Na kemi me vdek, mirë po ata vetëm Zoti e din kur do të vdesim, ama që këtë jetë të cilën Allahu neve na e ka dhënë dhe Allah ende na frymojmë, letë më angazhohemi ta shfrytëzojmë pra në maksimum xhamat. Dhe e fundit xhamat, edhe kemi kështu një letër qarkore nga Myftinia, ku bashkëpunim pra me policin është dhe bëhet thirrje që mos dhezim pra zjarre në malet e tona për shkak të nxehtit që e kemi, dhe e dita me ardhjen tani të gurbeqarëve, dhe mirë se kanë ardhur gurbeqarët, gjithmonë jeni dashur e jeni të mirësearë në familjet e tona, kështu në përgjithësi, Zoti ju ruajt e Zoti ju dha shëndet, me gjitha të mirat jeni mirësearë. Ngarkesë e madhe e komunikacionit xhamat, na duhet me pas kujdes tani më ku pe parkojmë kerrin në zona publike, ka rast kur dikush e parkon, nuk e di për shembull para hyrjes në xhamis apo dikon te spitali apo te ambulanta te shkolla, ai nuk e bën me qëllim kushdo qoftë, na apo gurbeqar, po duhet jemi kujdesshëm dhe mos shkojmë me paragjikime. A guzon ai atje me parku, këshire ku e ka parku këto. Po dhe kene ta marri për një far lirie, në ta parkoje se fundit ai nuk ta ka parku në bortan edhe para derës himjes, po e ka parku besoj për një angazhim, për një punë që e ka pas, edhe pastaj edhe ai do të largohet për ati. Prandaj le të kemi kujdes xhamat, sidomos këtë periudhë 2 javë, 3 javë derisa kemi pra një fluks të madh gurbeqarëve, dhe pastaj sigurisht do të jetë më mirë me kalimin e kohës kur gurbeqarët do të kthehen përsëri pra në vendet e tjera që ku jetojnë dhe punojnë. Krejt për fund xhamat e lutim Allahun e Madhnueshëm që jeta jonë mbi gjitha të jetë pra jeta në kënaqësinë e Allahut. Lutim Zotin xhamat që kjo ditë
tjetë me mirë dhe me dobishme se dita e gjeshme, e dita e nesme tjetë me dobishme dhe me hajri se dita e sodit. Allahu e bof kabul namazin e xhamas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.